Ish-kreu i bandës së Durrësit Lulzim Berisha do të ekstradohet nga Spanja. Lulzim Berisha u arrestua më 14 dhjetor të 2023-shit në Spanjë në kuadër të operacionit koduar San Juan. Në vitin 2016 arriti të dilte nga burgu pa e mbyllur dënimin prej 25 vitesh, duke u liruar me kusht nga gjykata e shkallës së parë në Durrës me pretendimet e shkaqeve shëndetësore. Ky vendim në atë kohë erdhi pasi gjykata e lartë kishte refuzuar prokurorinë për dënimin me burgim të përjetshëm. Berisha u arrestua në 2006 për aktivitetin kriminal të bandës së Durrësit, të kryer në vitet 1998-2000 për veprat penale vrasje me paramendim, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe mbajtje pa leje armëve të zjarrit. 16 antarë të kësaj bande u dënuan në total me 245 vite burg nga ish-gjykata e krimeve të rënda. Megjithatë, në janar të vitit 2022, Lulzim Berisha u shpall në kërkim nga prokuroria e Durrësit për të njëjtën gjë që u lirua në 2016, shkak rreth 2 vjet më parë u bë pasi gjykata e lartë rrëzoi vendimin e lirimit të tij me kusht. Në vitin 2020, Lulzim Berisha u shpall në kërkim për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut, vrasje të vitit 2005, të cilat u zbardhën 15 vite më vonë. Për vrasjen e Lamçës çështja u pushua, ndërsa aktualisht ishte në kërkim vetëm për Klodian Saliun, i cili u vra në rrugën Durrës Maminas në fshatin Khoxhaj teksa po lëvizte me makinën e tij tip Mercedes-Benz.